أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Efendim Allahu subhanahu wa ta'ala i dërgojmë salavat dhe selamet të dëror shejtan Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij besnik dhe gjithë atyre të cilët ndjekën rrugën e këtij pejgamberi deri në ditën e gjykimit. Dhe të dashur, po na afrohet edhe dhjeqi i fundit i Ramazanit. Desha mi përmend disa hadithe ku ta shohin se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka veçuar 10 natë të fundit të Ramazanit. Edhe pse këtë muaj Ramazanit është i veçantë, po sidomos dhjeqi i fundit është edhe më i veçantë. Nëse pyet dikush arsyeja pse, ka disa arsye. Arsyeja e parë, pse pejgamberi sa më ka veçuar. Ne veçojmë pse pejgamberi sa më ka veçuar. Edhe kjo mjafton që ne një punë me veçu vese pejgamberi sa më ka veçuar. Jam përmend disa hadithe. Këto hadithe kemi në Buhari dhe Muslim. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tregon Aisha radhiyallahu anha dhe thot: "Kana an-nabi sallallahu alajhi wasallam yajtahidu fil ashr al-awakhir min ash-shahr Ramadan ma la yajtahidu fi ghayriha." Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot Aisha, aq shumë më thon bëjke përpjekje me bo ibadet dhjeqin e fundit të Ramazanit, që nuk ka bo jashtë dhjeqit. Që me një dhjeqi i parë, 2 dhjeqet e para, s'ka bo ibadet për nësam sa ka bo dhjeqin e fundit. Kjo është veçuria e parë. Pra për nësam e ka veçu dhe ne e veçemi. Këta si më thonë preferohet sa ma shumë këta dhjeqin e fundit dhe me bo dua, me bo istikfar, me bo namaz sa ma shumë. Bile, arsye e dytë pse është e veçantë dhjeqi i fundit, pejgamberi sa më ka hyrë në itikaf dhjeqin e fundit. Është mbyll në xhamin e vet. Pse kjo është bë? Është bë, më thonë, me qëllim që me arrit natën e 4. Pejgamberi ka kaluar 10 natë të fundit të Ramazanit, s'ka dalë pi xhamisë vetëm se me ezon natën e 4. Kjo ka qenë usia. E kjo nëse na jep neve në mësim, na jep mësimi që me shfizu momentet e dhjeqit fundit. Kjo ishte veçuria e dytë. Veçuria e tretë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e gjallëroi natët e 10 natë të fundit të Ramazanit, i gjallëroi me ibadet. Por jo vetëm vet ai. E gjallëroi e thirrje dhe familjen e vet. Gjë që se ka bo në dhjeqin e parë të Ramazanit. Dhjeqin e fundit të Ramazanit, thot Aisha radhiyallahu anha, anë nabi sallallahu alajhi wasallam kana idha dakhala al-ashr ahya al-layla. Thot Aisha radhiyallahu anha, për kur hynte dhjeqi i fundit, e gjallëronte natën. E gjallëronte natën, wa ayqadha ahla. E ngritte nga gjumi familjen, wa shidda mi'zara. Dhe e shtrëngonte ripin. Çka i bje me shtrëngu ripin? Me thua që era me shtrëngu ka ishin. Kjo i bje që vërësëm s'ka pas mardhonje me dhjeqin e fundit Ramazanit, duke qenë një itikaf, se një itikaf ndalohet, ai që hin një itikaf, Allah e ka ndaluar në ajet kuranor, që ndalohet marrëdhënia intime gjatë nëse hin itikaf. Pasi person ka hin itikaf, kështu që Allah ka pasur ndaluar edhe marrëdhëniet intime. Kjo është një veçuri tjetër. Veçuria tjetër, pse dhjeqi i fundit i veçantë? I veçantë nga se në dhjeqin e fundit është nata e 4. Kjo është veçuri. Është një natë që ka veçuri të mëdha, me një nazot do të folë në një natë tjetër, por vlerën që i ka nata e 4. Por sot vetëm desa me përcjell një mesazh që dhjeqi i fundit është i veçantë. Edhe duhet ta veçojmë me më shumë ibadete, me më shumë adhurim, me më shumë istikfar, me qëllim që me ezon njërin prej këtyre natëve, me ezon natën e 4. Allah na mëson gjithë neve ta japim hakin këtyre natëve që i kemi përpara 10 të fundit të Ramazanit, kështu që do të fillojmë prej nesër mbrapa. Allah na forcoftë, na dhoft vullnet që me shfryzu sa më shumë këto dhjeqin e fundit. Allah ju nderoft. Desha me përmejt edhe një lajmërim, më thonë kryesia e shoqatës, e ka vendosur më thonë që namazi prej nesër mbrapa do të fillon prej 11 ora. Prej 11. Këtu do falim edhe Yasin bashkërisht. E falim fillimisht Yasin, e falim edhe Taravih inshallah, me në Zotit. Pse është bo kjo? Me qëllim që me falë edhe Yasin bashkërisht. Zakonisht është falë më herët, edhe të rejnë shku falët për 12 ora, por zakonisht Yasin dalin xhami, ta dalin për xhamis, bëhet pak
nuk është e hishme, më thonë me mundon nga xhamati. Kështu që aty ku je e fal edhe yacien, edhe e fal edhe taravien. Kështu që do falim këtu bashkërisht yacien, 11 ora fillojmë, e falim yacien si kemi fal deri tash. Tani më thonë e falmi edhe taravien, më thonë, sigur kemi falë më thonë deri tonet. Allah i ndroftë e vazhdojmë me namazin. Nëse ka dikush diçka me pyetje rreth këtyre netëve, kemi këtu edhe doktorin, mund të ju informoj.